Sot kryeministri është Totorino. Kryeministri i Shqipërisë është Escobar, një Totorino. Sot, prona, buxheti, plaçkitën 24 orë, 24 orë. Sot, kartelet e drogës janë vendimarrësit kryesor. Atëherë, pastrimi i shtëpisë është shtyllë kryesore, ju jap ju fjalën nderit, se ligji do veprojë me forcën më të madhe. Së pari, zero tolerancë ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Së dyti, auditi i përgjithshëm. Ku shkuan 57 miliard euro të këtyre viteve? Ku i depozituan? Çfarë i shtruan? Do t'u merren, do u kthehen qytetarëve.